Aulon Kalaja, kandidati PD-s Durrës, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Besoj e kam në lidhje Aulon Kalajën. Aulon Kalaja, mirë mbrëma, Aulon. Do diskutojmë me zotin Aulon Kalaja. Kalaja ka mbritur në studio, përshëndetje. Auloni, mirë se erdhe. Është Aulon Kalaja, mirëmëngjes Kalaja, mirë se erdhe. Një intelektual si Aulon Kalaja, i cili më është dindur në ditët më të vështira, sot fatkeqësisht është në listat hapura, se do doja ta shikoja deputet të sigurt. Aulon Kalaja, mirë mbrëma, Aulon. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Aulon Kalajën. Kam Aulon Kalajën, mirë mbrëma, kënaqësi. Aulon Kalaja, kandidat i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, mirë mbrëma, mirë se erdhe Aulon. Aulon Kalaja. Më bashkohet Aulon Kalaja. Aulon Kalaja është një nga aktivistët e spikatur. Ka qenë konsekuent. Me Aulon Kalajan jam në studio, Aulon mirë se erdhe. Aulon Kalaja, faleminderit. Aulon Kalaja, zotë Kalaja, mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kem në studio. Është interesante se kandidon dhe Aulon Kalaja që është përmirëtari i shoqërisë civile. Aulon Kalaja, ju përshëndes. Aulon Kalaja që na bashkohet në studio, mirë se vjen, kënaqësi që me ne. Unë kam kënaqësinë ta kem Aulon Kalajan sot këtu. Zoti Aulon Kalaja. Me mua në studio është Aulon Kalaja, kandidati i Aleancës për Shqipëri Madhështore. Është një dhe i vetmi Aulon Kalaja. Kam Aulon Kalajan, gazetar, por kandidat këtë herë i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, faleminderit që na bashkuar. Kam Aulon Kalajan. Aulon, faleminderit. Aulon Kalaja është me mua jo si koleg, por si kandidat në qarkun e Durrësit dhe sigurisht me një fokus në zonën veriore. Mirëmëngjes Kalaja, mirë se erdhe. Jam në studio me një personazh tepër të dashur për ju në fakt, jam me Aulon Kalajan. Dhe Aulon Kalaja nga Partia Demokratike. Nga tjetër kam dhe Aulon Kalaja, mirë mbrëma, Kalaja. Me kënaqësi kam kandidatin e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, sigurisht edhe kandidatin e Partisë Demokratike, Aulon Kalaja. Kam Aulon Kalajën, përsëri në Top Story.